Udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, ka lëshuar një paralajmërim të fortë drejtuar Shteteve të Bashkuara, duke deklaruar se vendet e lindjes së mesme nuk do të shërbejnë më si mburojë për bazat amerikane në rajon. Deklarata u publikua në formë mesazhi me rastin e pelegrinazhit vjetor islamik në Mekë, në një moment tensionesh të larta gjeopolitike në lindjen e mesme. Akrepat e orës nuk do të kthehen mbrapa. Kombet dhe vendet e rajonit nuk do të jenë më mburojë për bazat amerikane, thuhet në mesazhin e tij. Ai shton se Shtetet e Bashkuara nuk do të kenë më stre të sigurt për praninë e tyre ushtarake në rajon, duke akuzuar Washingtonin për destabilizim. Mojtaba Khamenei ka mbajtur një profil relativisht të ulët publik që prej marrjes së rolit si udhëheqës suprem i Iranit pas vdekjes së babait të tij, Ali Khamenei. Sipas raportimeve, ai nuk është parë publikisht prej disa kohësh, ndërsa komunikimi i tij me institucionet shtetërore thuhet se bëhet kryesisht përmes deklaratave të shkruara. Burime të ndryshme pretendojnë gjithashtu se Khamenei është plagosur në sulme të mëparshme dhe po vepron në kushte të kufizuara, megjithse këto informacione nuk janë konfirmuar zyrtarisht. Deklarata e fundit vjen në një klim të brisht sigurie në rajon, ku tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara mbeten të larta dhe çdo sinjal nga Teherani ndiqet me vëmendje nga komuniteti ndërkombëtar.